Në ditën ndërkombëtare të të moshuarve, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha ndërmori iniciativën për të rihapur atë që deri dje njihej si qendra e të moshuarve në njësinë bashkiake numër 9. Sigurojmë që si ky mandat të jenë edhe disa mandate të tjera që ju ta bëni Tiranën ashtu siç ta keni premtuar. Faleminderit. Sot kemi ardhur për të festuar 1 tetorin dhe për të falenderuar Zotin Lulzim Basha, kryetarin e Bashkisë të qytetit Tiranës, që u kujtua për neve, mbajti fjalën e dhënë. Kryetari i Bashkisë Basha tha se që nga sot, kjo qendër do të shërbejë për strehimin e moshës së tretë, duke u ofruar kushte sa më të mira jetese. Ai premtoi se shumë shpejt bashkia do të hapë dhe qendra të tjera. Siç edhe pata premtuar gjatë takimit tonë të fundit, unë vendosa ta rihap këtë qendër. Akoma nuk e kam kuptuar arsyet se pse u mbyll, por ju garantoj se siç e kemi rihapur sot, kështu do të mbetet e hapur ditë për ditë për t'i shërbyer të gjithë të moshuarve të kësaj zone. Krijimi i qendrave të tilla në gjithë territorin e Tiranës mbetet një objektiv i rëndësishëm i bashkisë në drejtimin tim, dhe unë sot dua t'i drejtohem të moshuarve në gjitha mini bashkitë e tjera të kryeqytetit dhe t'u them se brenda qershorit të vitit ardhshëm ne do të hapim të paktën 5 qendra të tilla anë mban qytetit Tiranës. Unë nuk e kam harruar premtimin tim tjetër. Dhe së shpejti do të mbledh të gjithë organizatat e transportit publik në Tiranë dhe do të dekretoj transport publik falas për gjithë pensionistët mbi 65 vjeç. Sipas kryebashkiakut do të ndërmerren dhe vendime konkrete nga ana e bashkisë për këtë nisëm.